Zotri Ilir, kjo ka gëzuar të gjithë ata që kanë shijuar këngën tuaj, të gjithë ata që kanë bashkëpunuar me juve, të gjithë ata që kanë gjetë vetveten në këngët tuaja, të gjithë ata që kanë përjetuar copza jetën nga këngët dhe krijimtaria juaj. Megjithatë, neve kemi marrë disa impresione të njerëzve që kanë qenë afër apo brenda krijimtarisë tuaj dhe do t'i dëgjojmë, do t'i ndjekim bashkë impresionet e tyre. Desha të them vetëm këtë, që këtë çmim unë ndaj me të gjithë miqtë e mi, bashkëpunëtorët e mi, me të cilët kam punuar të tërë jetën, me Xhevdet Gashin, me Isosjen, me Fahri Beqirin, me Naim Gjoshin, me Koronën, me Valton Beqirin, me Miri Ebrahen, me gjithë njerëzit që kam bashkëpunuar dhe e ndaj bashkërisht me të gjithë artistët e Kosovës dhe popullin e Kosovës. Është një lajm shumë i mirë që zoti Ilir Shaqiri ka marrë një çmim kaq prestigjioz nga presidenti i Republikës së Shqipërisë. Është një lajm i mirë edhe për kulturën tonë në përgjithësi. Zoti Ilir Shaqiri ka kontribuar në kulturën tonë në fushën e muzikës për mbi 20 vite dhe veçanërisht këto 20 e sa vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht aktiv dhe i pëlqyer. Unë kam pas fatin edhe kënaqësinë që ta njoh për shumë vite dhe ta përcjell edhe punën e tij profesionale dhe karakteristikat që do ta veçoja që e dallon atë dhe e bën të veçantë, mendoj se është fakti që ai asnjëherë nuk ka bërë kompromis me vlerat e tij krijuese, asnjëherë nuk ka bërë kompromis me vlerën muzikore të cilën e ka përfaqësuar, por edhe me pjesën tjetër që ndërlidhet me vargjet dhe me tekstet të cilat i ka kënduar. Regjistri i veprimtarisë së tij është jashtëzakonisht i pasur dhe mund të them se në një të ardhme të një gjenerate të re do të flas edhe si një histori e kënduar për shumë dëshmor, për shumë heronj, për shumë ngjarje të cilat e kanë karakterizuar pjesën më të lavdishme të historisë tonë, luftës çlirimtare të UÇK-s. Edhe një herë dua ta falenderoj për këtë kontribut dhe po ashtu ta uroj për këtë sukses të merituar. Mikun tim dhe besoj mikun e të gjithëve përmes muzikës, Ilir Shaqirin, e vlerësoj shumë. E vlerësoj për kontributin e tij shumë domethënës në artin e muzikës. E vlerësoj për ndikimin e muzikës së tij të drejtë për drejtë në ngritjen e vetdijes kombëtare. Dhe konsideroj që këto dhe argumente tjera ishin arsye që presidenca e Shqipërisë t'i ndan atij çmimin Naim Krashriar, artist i merituar. Një çmim i cili e nderon jo vetëm Ilir Shaqirin, por e nderon barë Kosovën. Realisht, këtë mirënjohje duhet ta shikojmë në një kontekst më të gjerë. Mendoj se është nderim për gjithë kolektë e Ilirit, jo vetëm për Ilirin, por për gjithë kolektë e Ilirit, gjithë estradën, gjithë artistët, të cilët në një kohë shumë vështirë, edhe politike, edhe sociale, edhe shoqërore, kanë dhënë kontributin e tyre maksimal për të mirën e përbashkët. Prandaj unë besoj që kjo merit dhe kjo mirënjohje na bën nder të gjithëve dhe një herë shfrytëzoj rastin që edhe t'ia uroj Ilirit këtë nderim dhe t'u dëshiroj jetë dhe punë të mbarë. Ilirin e njoh ka 20 vjet e më tepër. Pothuajse momenti i njoftimit me te ka qenë edhe fillimi i punës me te. Kam punu me te do të plot 20 vite dhe vazhdoj punën me te. Kështu që kur ndëgjova lajmin për dekoratën që mori nga presidenti i Shqipërisë, isha këndshëm i befasum. Edhe pse në momente mu kujtu revolta e shkrimtarit tonë Ramiz Kelmendi për qytetin e vetë të Pejës.
Çka të flas për këngën e Ilirit? Udhëtimi i kësaj shoqërie deri te liria është përcjell me ngritje dhe me ramje të moralit të shoqërisë. Gjithsesi kënga e Ilirit ka ndikuar mjaft në ngritjen e moralit për me ardhur deri te liria. Pra, kënga e Ilirit vazhdon të jetë e rëndësishme në muzikën tonë. Ilir, kemi dëgjuar impresionet e artistëve të tjerë. Të gjitha këto sigurisht kanë pas parasysh presidenca e Shqipërisë, tërë krijimtarinë tuaj, punën tuaj të madhe e të bujshme. Sa këngë keni krijuar për vete dhe për të tjerët? Nuk e di, tash po merret korabi se ka filluar me i shkruajt me nota të gjitha, edhe po e di që janë dikun afër 600. Afër 600 këngë. Na i mundua t'i falenderoj, ta ishin miqët e mi, e unë pak ta nuk mund t'i shaj që jam sot, pak ta as këtë dekorat nuk do të vinte në Kosovë. Si sot ajo fjala e urtë popullore, trimi mirë me shok shumë. Këta ishin krahët e mi që më dhanë edhe këtë... Unë gjatë gjithë karrierës sime 30 vjeçare, 32 vjeçare më sakt, kam marrë shumë prej tyre dhe kam pas fatin të punoj me këta profesionistë të fushës së këngës, të fushës së filmit, të regjisë, të poezisë dhe gjithë ajo ka ndikuar që unë të vazhdoj dhe të mos sërshas në asnjë moment nga ajo që quhet e bukur e këngës shqiptare, në këngën shqiptare, në muzikën shqiptare. Temat që kanë bizotruar kanë qenë të kohës, kanë qenë rezultati motivimit të lexuarit, të mjaftueshëm, të tjetuarit në mes të këtij populli, temat të vetë këtij populli, të jetës sociale, të natyrës, të historisë. Populli thotë shumë bukur. Kur lind një fëmijë, i thonë urimin më të mirë ja bëjnë, i thonë i ngjaft kohës. Jam përpjekur që me këngët e mia t'i ngjaj kohës. Dhe ju e dini gjatë krijimtarisë sime, domethënë që nga fillimet e viteve pas vitit 1981, pas demonstratave në Kosovë, jo vetëm unë, po e gjithë estrada e Kosovës ishte e lidhur ngushtë me ndjenjat e popullit, me dëshirat e tij, me aspiratat e tij, me ndjenjen e tij që ta refuzoj në çdo mënyrë me gjithë shka që mundet pushtuesin atëhershëm. Dhe kështu ka vazhduar që nga viti 81, pastaj vitet e 90-ta ishin bashkimi i shqiptarëve në ato momente kur i madhi Anton Qeta bashkoi gjithë shqiptarët në faljen e gjaqeve, pastaj gjërat e tjera që i ndodhen popullit shqiptar nëpër vite. Të gjitha këto momente jam interesuar t'i evidentoj përmes muzikës, përmes këngës. Gjithmonë kam dëshiruar dhe jam interesuar shumë që në këngët e mia të jetë fjala e bukur, të jetë teksti domethënës. Fillimet e mia me këngët e mia kanë qenë me poetët të rilindjes kombëtare, pastaj kam bashkëpunuar me shumë poetë të tjerë, si nga Kosova, ashtu edhe nga Shqipëria, me Tahir Deskun, me Adem Gashin, me Gjok Becin, me Agim Doçin, dhe me poetë të tjerë, po edhe me kompozitorë që gjithmonë kam zgjedhur ata që janë majat e muzikës shqiptare dhe kam arritur që këngët e mia të jenë një farloj evidence e asoj kohë dhe e kohës në përgjithësi me të cilën kam përshkuar unë si këngëtar
i kësaj periudhe të gjatë kohore prej 32 vitesh. Ju pyeta për numrin e këngëve, pikisht për dalë të kjo përgjigje që na vat, ju eksploruat në një farforme, gjithatë edhe tematikën e këngëve tuaja, edhe tekstet, edhe melodit, bashkëpunimin me njerëz prominent, me njerëz e majave, edhe keni goditur majat. Është bukur, unë personalisht edhe gjithë komuniteti shqiptar jemi të nderuar me çmimin Naim Frashëri, si i artisti merituar, dhe në realitet edhe unë personalisht, në emër të gjithëve, shprehi falenderimin për presidentin Bamir Topi dhe për gjithë atë staf që janë përkujtuar dhe kanë hap këtë pistë që besoj që do t'jetë tash e pambarim në të ardhmen. Faleminderit shumë. E kam zgjat dorën se është një këngë që unë e dua shumë. E dua shumë. Më pëlqejnë shumë këngët tuajat, edhe ta kam thënë, dhe kam dëshirë sikur ta marr një aprovim. A këndoj unë? Patjetër. Me kënaqësi.